Dëgjoni këtë video miq deri në fund. Ndeshja me Francesco Morandin është firmosur, çdo gjë është oficiale. Shumë shpejt del data ndeshjes. Menaxhimi po punon për stadiumin, se ndeshja do zhvillohet në stadium. Është diçka e madhe dhe don kohën e vet. Është një investim i madh. Dhe para ndeshjes Francesco Morandis kam pas ndeshje, se unë jam në kontratë, që dini gjithë, dhe ndeshjet i vendos menaxhimi jam, jo unë. Dhe para ndeshjes Francesco Morandis kam pas ndeshjen tjetër me një nga zyt Amerika. Dhe sot del njoftimi i ndeshjes, do ndeshen në Zvicër për herë të parë. Ju pres gjithë vinin për krani me trutën i maj. Këtë muaj është ndeshja në Zvicër. Ju pres gjithë patriotët e Zvicrës, gjithë shqiptarët. Kurçezi, Zoti i ruajë të vinim, Zoti një fitore.